sot dëgjova predikimin që ka bërë Zëvendës kryetari Taulanti në sot e shesh, po dëgjoja atë dhe ai i dha një gjë të rëndësishme familjes. Thotë që familja sot me shkakun e modernizimit dhe teknologjisë është në krizë, edhe faktikisht rinia është në krizë, edhe ne jemi në krizë, sepse jemi një kohë epokale që po ndryshojmë nga një botë primitive, po themi tani në botë super teknologjike. Është një kohë që mbat sakrificët e veta, edhe të rinjt sot, kam lexuar disa artikuj që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropën Perëndimore, kanë dëshirë të shkputen sa më shumë nga telefoni. Në kohë që ne jemi gjithkohon këtu. Detyrojnë nxënësit, po. Të hipnotizuar, vetërit. Shkolla suedeze bënë. Shkolla suedeze ndaloi përdorimin e internetit për nxënës edhe ju kthy Smartphone, po. Edhe për shkrim. E prandaj një dëshirë e të rive, që kanë pak sens edukate, kulturë që s'tan përpara, në rikthimin e të brendshmes. Sepse sot nuk ka ku ta flasin përveç se në zemrën mendjen, zemrën në mënyrë simbolike, po në mendjen tonë. Edhe në qoftë se unë jam gjithmonë me kufin vesh, jam gjithmonë me telefon. Edhe nana më thirr ose ngjoj, jo zërin e Zotit. Prandaj rinia sot me sa kam pa unë, një pjesë e ka dëshirë në kthimin të brendshëm. Edhe pamje që pam kishte shumë të rjetën shesh. Por edhe në kishat tona ka një kthim të rive, ka një dëshirë për ta zbuluar të vërtetën, sepse e vërteta nuk mund qehet në telefon, si thash shumë mirë. Mund të jetë një rrugë me çutë e vërteta, por e vërteta gjendet vetëm duke fol e duke lutë.